Vëllau hasretit që i përzuri motrat nga shtypia. Thuhet se motra është më e dashur se vëllau, po kështu pothuajse është e saktë. Është një nga vëllezërit e shumt që janë të hasretit, i cili ishte i vetmi i familjes, por që kur u rrit ai filloi të ndryshojë me sjelljet dhe raportin e tij me familjen. Ishin një nga familjet më të njohura për harmoninë familjare, dashurinë, respektin e kështu me radhë. Kështu i kishin mësuar prindrit e urtë dhe besimtarë. Vëllau i tyre u martua një gëzim i madh për të gjithë familjen. Por ky gëzim nuk zgjati edhe shumë. Pas një kohe jo shumë të gjatë ndroi jetë nëna. Kështu motrat mbetën vetëm me babën dhe vëllaun e tyre të vetëm të hasretit, që e kishin një dashuri të veçantë për vëllaun e tyre. Nuk kaloi edhe shumë kohë ndroi jetë edhe babai. Kështu motrat mbetën vetëm me vëllaun e hasretit, pa nënë dhe pa babë. Me vdekjen e prindërve, vëllau filloi të ndryshojë, kështu sjelljet e tij nuk ishin si ato më parë. Motrat e vërejtën se vëllau tashmë po jep sinjale që do të largojnë nga shtëpia, këto motra që e donin shumë atë. Menduan të i flasin, ta këshillojnë, por që këshillat e tyre hasën në vesh të shurdhur. Ko pas kohe vëllau sillte problemin e familje. Nuk sillte mirë me motrat, me tone të larta i fleste, pastaj edhe i bën të presion që atu të martohen sa më shpejt dhe të largohen nga shtëpia, sepse ai nuk mund të kujdeset më për to. Për motrat ishte mërzi e madhe. Qanin dhe u mërzisnin sa për mallin e nanës, sa për mallin e babës, sa njëkohësisht për padrejsinë dhe presionin që ja bënte vëllau i tyre, që e donin shumë vëllau i hasretit. Motrat u kujdesën për shtëpinë, familjen, por kjo nuk çonte pesh tek vëllau i tyre, i cili tashmë kishte vendosur që të largohet nga shtëpia. Ai ose motrat dëshironte që të i largonte sa më parë nga shtëpia, të jetonte i vetëm me gruan e tij. Zhurëm, presion e ofendime, derisa një ditë nga ditët motrat që kishin vëllaun, edhe vëlla, edhe nan, edhe bab, ai i tha që duhet të largohen nga shtëpia. Ju duk ëndër e pabesueshme, por ai me tone të larta dhe i vendosur i dha afat kohor që të largohen nga shtëpia, ndryshe do të tërhiqen zvar. Këto nuk ju binden mirë, po ai me fjalë fyese dhe kërcenimi i qiti në oborrin e shtëpisë, ja mbylli derën dhe tha: "Shkoni ku të doni, s'jeni pjesë më e kësaj familje, s'keni hise në këtë shtëpi." Motrat pa nanë e pa babë, tash edhe pa vëlla, mbetën të vetmuar, duke qajt e duke u mërzit. Ato insistuan që të kthehen, por që vëllau nuk pranoi, kështu ato shkuan tek migja për një kohë. Pastaj u fejuan dhe u martuan, por vëllau nuk ja hapi derën. Vëllezër dhe motra, kujdes me nënat dhe baballarët e juaj, kujdes me vëllezërit dhe motrat e juaja. Kushtoni rëndësi të veçantë motrave, sidomos nëse nuk keni prindër, nuk keni nanë dhe babë. Ato i keni amanet. Duani, respektoni dhe kujdesini